Avokat. Të jep një vërejtje në deklarimet e dëshmitarëve, ekspertin sot kemi më ndëgju, po ashtu keni të drejtë të mos deklaroni, nëse deklaroni nuk e keni detyrim inkrimiu vetë vetën as stafën të juaj e as të pranoni fajësinë. Avokatet i keni sipas çështjes suaj. A i keni kuptuar këto të drejta të gjithë vandirët, më pohoj me kohë. Lidhur me a ka ndryshim të kjo në aspektin formal, a ka ndryshim sa i përket deklarimit për fajësinë? Nej. Nuk ka ndryshim granit, nuk ka ndryshim kushtrim, nuk ka ndryshim. Mirë. Të pandimit deklarojnë se kemi kuptuar të drejtat dhe mbrojtjen do të paraqisim përmes avokatëve tonë si në seancat e mëhershme, ndërsa nuk kemi ndryshim lidhur me deklarimin për fajësinë. Atëherë, seanca vazhdon me marrjen në pyetje të ekspertit mjekoligjor doktori Naim Uka. Po, doktor, konformimi 338 paragrafi 4 të kodit procedurës penale, unë ju them tekstin e betimit, ju e përsërisni pas me. Indërgjeshëm për rëndësinë e të deklaratës sime dhe përgjegjësinë time ligjore solemnisht betohem se do të kryej ekspertizën me ndërgjegje dhe me atë sa kam njohuri dhe konstatimin e mendimit tim do ta paraqes saktësisht dhe plotësisht. Ai keni kuptuar këto të drejta? Po. Mirë. Atëherë, fillimisht pyetjet do t'ju parashtrohen nga prokuroria e shtetit, jeni të propozuar në akt akuzë, pastaj mbrojtja dhe në fund gjykata, shikimin e mbani nga gjykata e ndërgjoni pyetjet. Po, prokurore? Gospodin Uka, Zotri Uka, ju me datë 10 janar 2024 Ju me datë 10 janar 2024 keni dorëzuar raportin e autopsisë me numër MA 23 viz 414 për ekspertimin e trupit të pajet tani të ndjerës Liridona Murselit. A është kjo e vërtet? A keni në pjesën e raportit në faqen 8 qëndron kaviteti i kokës dhe trurit, kafka, pjesa kockore, në
regionin e djathtë dhe të përparm të mthor të kokës, konstatojmë plagën hyrëse të krijuar si rezultat i veprimit dinamik të predhës së hedhur nga arma e zjarit. Presje e cila shoqërohet me një hulli, një govër dhe një kock mangu që është krijuar nga tejkalimi i predhës. Pik. Këtu lenini 3 pika për mos ta lexuar të raportin. Pas kësaj e keni dhënë mendimin tuaj. A mund të na tregoni cilin mendim për mënyrën e vazhdimit të vdekjes së të ndjerës Liridonës? Çto më fjalë shkruaj pa njoftur. A ju që gjatë procedurave të autopsisë mjekërigjore është konstatuar vrima hyrëse në regionin e djathtë muror të kokës, e shkaktuar nga veprimi dinamik i predhës së hedhur nga armë e zjarrit, e cila ka pas drejtim nga djathtas majtas, nga përpara pirtas dhe pas, dhe nga poshtë pirtas lart. Është e rëndësishme të ceket se pjesë metalike të kësaj predhe është gjetur në anën e majtë murore të kokës, e cila është dorëzuar si provë sipas zinxhirit të ruajtjes së provave të policët hetues. Si rezultat i kësaj plage, ka ardhur edhe gjakderdhja e brendshme dhe e jashtme trurore, e cila është edhe shkaku i vdekjes. Po, prokurore? Keni thënë që plaga ka qenë në pjesën e prapme të kokës. A mund të na përshkruani si ka qenë dukja e plagës dhe në bazë të dukjes së plagës mund të vërtetohet nga cila largësi është shtënë? Gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse, kemi konstatuar përreth vrimës hyrëse prezencën e faktorëve plotësues të qitjes, të cilët
kanë shkaktuar djegjen lëkurore me prezencë të grimcave të barotit dhe në bazë të këtyre provave mjekurigjore është konstatuar se distanca e qitjes sillet rreth 2 deri në 5 cm. Përjashtohet mundësia e vrasjes me puthitje apo gjysmë puthitje për shkak të mungesës së stampimit të tytës së armës në indet e buta për rreth vrimës hyrëse të plagës. Meta për që dhe formën në fundu. Plaga është përshkruar se ka formë trekëndëshe, e cila është e shoqëruar me thyrje të shumë fishta kockore. Dhe e shoqëruar me plozë për rreth. Prevodit si me problem ove medicinske Jeste zvršili? A e keni përfunduar, zotri? U delu veshtačenja? Në pjesën e ekspertizës keni cekur? Граници искрение, а теперь не а вот сами что-то diskutuar, a keni Ushtrimi skodana? Në pjesën e ekspertizës keni cekur? U delu veštačenja? Në pjesën e ekspertizës keni cekur? Tokom površinskog pregleda. Gjatë Primećemo da u glavi desne strane tokom površinskog pregleda. Gjatë ekzaminimit sipërfaqësor është vërejtur që viktima në kokë në anën e djathtë, në veshin e djathtë, vërehet një varr e hapur, Udružena e shoqëruar sa telesnim tečnostima me lëngjet trupore në ngjyrë të kuqe, za koje se sumnja për të cilat dyshohet da je izazvana që është shkaktuar me armë zjarri. tačka. Pik. Tokom Gjatë veštačenja ekspertimit të shuplakave të dorës, konstatojmë mungesën e shtrëngimit katalitik na kažiprstima obe ruke, në gishtat tregues të të dy duarve, nedostatak mungesë e njollave u zagrebu pušenja, në klapa spërkatje, krvi na e nažalicama gjakut në pjesë e dorës dhe mungesë i nedostatak dhe dopunskih mungesë faktora e faktorëve plotësues pucanja nadlanice šake preminule,
të shtënave në të ndjerën. Yes. Edhe një herë, Po, prokurorja dhe një Të shake premenullë. vetëm pak. Thot, të pëlqit mungesë e njollave, spërkatje gjaku në pjesën e dorës dhe mungesë e faktorëve plotësues Pucanje nadlarice shake. është pëlqitja e shuplakës së dorës së të ndjerës. të përcikës të vazhdojnë. S'm kacoj ku e ka. Zare. Presje, Së dorës të të ndjerës. Zare. s'po di ku është. Ova vještačenja Këto ekspertime mogućnost e lën anash mundësinë e shfrytëzimit të armës së zjarrit, gjithsesi mogućnost mundësinë e vetvrasjes shmanga. od sada primjer. Tani të ndjerës. Prokurore, në cilës pjesë e Na kom Imate u optužnicu e keni në akt akuz në verzionin në gjuhën serbe është faqe 41. Tet? Sta vjetër. Po, që kjo është. Kakvi izvodi tačka. Malo je postalo. Pik pas kësaj tringa. Možete li da nam objasnite? A mund të na sqaroni këtë? Në rastet të ngjashme, kur mungojnë të dhënat preliminare nga vendi i ngjarjes, gjatë kryerjes së autopsisë mjekëlligjore, kryen edhe ekzaminimet e detajuara të shuplakave të duarve të ndjerit apo ndjerës. Edhe në këtë rast, kemi kryer ekzaminimet e dy duarve të tani më të ndjerës, në mënyrë që bazuar në prezencën apo mungesën e faktorëve plotësues të qitjes dhe njollave në klapa spërklave të gjakut, është eliminuar mundësia që e njëjta të ketë përdorur ndonjë armë apo të ketë shkaktuar vetvrasje. Edhe mungesa e shtangimit kataliptik të gishtit tregues është një provë tjetër plotësuese kataliptik. Po. Është një provë tjetër mjekëlligjore që e plotëson konstatimin e parë. Dhe nuk lë asnjë dyshim për ndonjë mundësi tjetër. Poslali ste se. Jeni thirrur në Koji se odnosi na ekstremitet. i cili ka të bëj me ekstremitetet. Jeni thirrur në një gjakderdhje Veličine. të madhësisë 6 herë 1.5. Možete li da nam objasnite A mund të na sqaroni o čemu se ovdje radi? gjakmledhje ose hematom? A mund të na sqaroni? Po, prokuror. A moj?
A mund të na sqaroni çka? Ne, znači, Hoćete da nam objasnite? le të na sqaron eksperti sepse ka para vetit në faqen 7 në paragrafin e fundit. Gjatë procedurave standarde të autopsive mjekoligjore, përveç plagës vdekje prurëse, ekzaminohen të gjitha dëmtimet tjera eventuale trupore, e në rastin konkret, gjatë ekzaminimit të jashtëm trupor, është konstatuar gjakmbledhja nënlëkurore, vizlidhse hematoma, me përmasa rreth 6 herë 1.5 cm në regionin e sipërm dhe të jashtëm të krahut të majt. Kjo gjakmbledhje është përshkruar me përngjyrim të kuqe dhe blu. Vetë përngjyrimi i tillë, bazuar në literaturën shkencore mjekoligjore, dhe praktikat mjekoligjore, të shmon se kjo gjakmbledhje është shkaktuar para ose gjatë vrasjes së tani më të ndjerës. Ngjyra e kuqe tregon praninë e eritrociteve të freskëta dhe të oksigjenuara të dala nga enët e gjakut në momentin e traumatizimit. Që është tipike për fazën akute, kurse ngjyra blu shfaqet kur hemoglobina fillon të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet të deoksigenohet dhe degradohet. Përjashtohet çdo mundësi tjetër që kjo gjakmbledhje të jetë shkaktuar pas vdekjes së tani më të ndjerës. Tani na keni sqaruar se hematomi në dorën e djathtë të së ndjerës Liridonës I nastao neposredno ka ndodhur para vdekjes. Sipas ngjyrës, stanjura hematoma. Çka? Prokurore, veç pak avokati, po, avokat Shemsedin? nisam završila pitanje. Po, prokurore, veç një moment në prete, ta bojnë pyetjen avokat, mandej. Unë eksperti të të më përgjesh. Pyetja ishte, eksperti dhe sqarim. Avokat, apo bën ta parashtrojnë prokuroria pyetjen, mandej vazhdojmë ju japin të drejtën e fjalës për kundërshtim. Se mendova që keni diçka në drejtje çështjes natyrës objektive. Po, gabimet. Sada ste nam objasnili da hematom u levoj Liridona ka ndodhur para vdekjes. Možete li da nam objasnite prema boji të na sqaroni sipas ngjyrës së hematomës, da li se može približno a mundet përafërsisht të vërtetohet vreme koha nastanka hematome?
e shkaktimit të hematomës. A moj? Dorën e majtë. Avokata, patët vrejtje në kundërshtim në këtë pjesë? Apo mundesh me çu mikrofonin të lutna? Po. Shkoj se tash bën si. Apo, me vëmendje ndëgjova parashtrimin e pyetjeve nga ana prokurorit, lidhur me mënyrën e shkaktimit të lezionave në dorën e majtë, lezioneve në dorën e majtë të ndjerës Liridona Murselit. Përgjigja e ekspertit ishte e saktë. Kurse parashtrimi i pyetjes nuk u bën në konform të dhënies së përgjigjes të cilën paraprakisht e parashtroi pyetjen. Cili është kundërshtimi juaj? Kundërshtimi është me mënyrën se si po parashtrohet pyetja ekspertit për të sqaruar një çështje të cilën ai veç e dha. Kjo ishte shumë bens. Nasu përgjigjen doktor, trupi gjykues konsultohet. Shëllimit në radhën. Aprovot propozimi, prokurore, a mundeni ta riformuloni, ta sqaroni pyetjen, se doktori është përgjigjur para ose veç pak atë pjesën lart, para ose gjatë vrasjes së tanimit të ndjerës. Pyetja juaj është cila? Ju vetëm pak t'ja lexoj pyetjen, tani na keni sqaruar se hematoma në dorën e majtë të së ndjerës Liridona ka ndodhur para vdekjes. Doktori ka thënë para ose gjatë. A mundesh më na riformulu pyetjen? A mund të na sqaroni sipas ngjyrës së hematomës, a mund parafërsisht të vërtetohet koha e shkaktimit të hematomës? Pyetja Ja, ne zështëram nuk po di se çka është e paqartë, unë tani po e pyes ekspertin, a mundet sipas ngjyrës së hematomës parafërsisht ta sqaroj se kur ka ndodhur ai dëmtim, ajo hematom. Ai ka thënë në sqarimin e vet da je morala hematom da se desi dok je žrtva bila živa. Që hematoma është dashur të ndodh derisa viktima ka qenë e gjallë. Mi se pogrešno prevode. Eksperti ka deklaruar se hematoma është shkaktuar para vdekjes së viktimës. Ata është kjo, a ju po ndëgju drejt? Pyetja e prokurores. Dok je žrtva bila derisa viktima ka qenë e gjallë. Këto kanë qenë fjalët e mjekut. Ndoshta është me rëndësi më tekstu kështu apo më formulu ndryshe. Po, doktor. Por jashtohet çdo mundësi e shkaktimit të kësaj plage pas vrasjes së saj. Por jashtohet çdo mundësi. Na smrti. Ndryshe plagët pas vdekjes. Por jashtohet çdo mundësi e shkaktimit të kësaj plage pas vdekjes. Ndryshe plagët pas vdekjes quhen post mortem, kurse plaga dëmtimi trupor i konstatuar edhe në raportin e autopsisë
i takon dëmtimeve peri-mortem ose pre-mortem. Që do të thotë, këto dëmtime janë gjatë momentit të vrasjes apo para momentit të vrasjes. Sa i përket kohës, sa i përket kohës për ngjyrimi i kuq, përfshin intervalin kohor nga 0 deri në 24 orë, varësisht nga fiziologjia e organizmit, a ka qenë obeze apo jo, dhe reaksionet fiziologjike nga atakimi i trupave të huaj nga jashtë. Është individual. Veshtek, këtë kažete od ekspert, kur po thuani nga 0 deri 24 orë, apo mendoni në periudhën kohore prej kohës së shkaktimit të hematomit deri në vdekje, apo nga koha e shkaktimit të hematomës deri në kohën e kryerjes së autopsisë. Sepse sipas shkresave të lëndës, e ndjera Liridona është vrarë në orët e mbrëmjes të datës 29/11/2023, më sakt në mes të orës 20:11 dhe 20:18, ndërsa fillimi i autopsisë ka qenë tek të nesërmen me 30/11/2023 në orën 10:40, 10:40, ndërsa konkluzioni i ekspertit ka qenë në ora 11:50. Pik. A mund të na sqaroni ai hematom në momentin e vdekjes a ka qenë i njëjti si në momentin e fillimit të autopsisë? Faleminderit. Proceset fiziologjike në organizmin e njeriut pushohen së vepruari me rastin e vdekjes së të ndjerës. Në këtë kuptim, nuk mund të zhvillohet hematom apo rrjedhje e gjakut, pasi që qarkullimi i gjakut është ndërprerë. Prandaj, për ngjyrimi i kuq, bazuar në të gjitha literaturat e mjekësisë ligjore,
pavarësisht kohës se kur është kryer autopsia mjekullizore, tregon qartë se gjakmbledhja nënlëkurore apo hematoma është shkaktuar nga momenti I vrasjes dhe 24 orë për para vrasjes. A ka mundësi edhe njerë fjalin e fundit eksperti? Gjyqtare. Vetëm pjesën është shkaktohet hematoma prej? Është shkaktuar nga momenti I vrasjes dhe 24 orë për para vrasjes. Po. Ose? Ose thënë, Në rregull jemi. ose e që pak të formuloj prapë se më ndërprejeve, Okej. ose bazuar vetëm në përngjyrimin e kuq, nuk e kalon 3 orëshin para vrasjes. Më duket jemi qartë. A është ndajre? Duke pasur parasysh që na keni përshkruar mirë lëndimin, gjatë ekspertimit në mes tjerash është kërkuar që të përcaktoni çka e ka shkaktuar atë lëndim. A mund të na sqaroni se si është shkaktuar ky lëndim në dorën e majtë? Lëndimi I përshkruar në këtë region, në bazë të karakteristikave të tij, është shkaktuar nga veprimi I mjetit të fortë, të topitur, jo I mprehtë, pa maje dhe pa teje. Tukuk në është. Da li možete konkretno da objasnite? A mundeni konkretisht ta përshkruani në çka ngjan ai lëndim? Në cilësinë e mjekut ligjor, mund të përshkruaj vetëm karakteristikat e mjetit, pa emëruar mjetin. Pa e? Me të cilën mund të shkaktuar. Pa e... Mirë po, përjashtohet çdo mjet I cili ka karakteristikat e majes, të tehut apo të këndeve të rregullta. Da li Ekspert, a ju kujtohet nga prokuroria, nga deklarata të cilin e keni dhënë në prokurori me datë 14/10/2024 në prokurori? Po e kam me vete. Da li ste potpisali taj A e keni nënshkruar këtë proces verbal në prokurori? Plotësisht pranë çdo deklarate në pikë dhe presje.
Odgovaraju. duke u përgjigjur në prokurori Na ovo pitanje. në këtë pyetje, Tačnije na pitanje. më saktësisht në pyetje a mund ta përcaktoni Kako je nastalo? se si është shkaktuar ai lëndim? Vaš odgovor je Përgjigjja juaj ka qenë znaci navod. thojza. Ne mogu precizno da izjavim Nuk mundem në mënyrë precize të deklaroj od čega je nastalo, se nga çka është shkaktuar presje, ali sigurno nije nastalo por me siguri nuk është shkaktuar me ndikimin e mjetit të mprehtë, sa oštricom, me maje, već je nastalo por është shkaktuar dejstvo nga nekog tupog predmeta, ndonjë mjet i ali kojim ne mogu da odgovorim. Konkretno Po ne mogu da odem. me nga një mjet jo i mprehtë të cilin konkretisht nuk mund ta përcaktoj. zarez. Presje, Naneto je mirë po është shkaktuar me një se ne isključuje bilo me një mjet dejstvo ruke, i cili nuk e shmang asnjë ndikim nekog drugog T- sredstva. Ili ndikim të dorës apo ndonjë mjeti tjetër. Znaci izvod. Mbyllë thojzat. A qëndroni pranë kësaj përgjigje? Është të njëjtën përgjigje. Me përjashtim se nuk e potencova, faktin se nuk përjashtohet veprimi i dorës apo ndonjë mjeti tjetër me karakteristika të mjetit topetës. Është 100% e njëjta deklaratë që e kam dhënë në prokurori. s obzirom Duke pasur parasysh Izveštaj që zotëriu ka të gjithë i kemi raportet e autopsisë së kryer, e ka dhe mbrojtja edhe të dëmtuarit, trupi gjykues. ja sam stavila akcenat na Unë kam theksuar më tepër gjërat kyçe të cilat mund të shkaktojnë dilema. imate vi nešto Mund të shkaktojnë dilema. A keni ju për të shtuar diçka e që ne nuk i kemi pyetur? Pasi që edhe të tjerë kanë drejt për me pyet, nuk isha sqaruar diçka më shumë se s'po ishte të arsyeshme në këtë fazë. Në këtë fazë jo, Jo. pres pyetjet nga Po. të tjerë. hvala, nema više pitanja. Faleminderit, nuk kam më pyetje tjera. O, Zot. Avokati Lotrim, keni pyetje për ekspertin? Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Lotrim Syla. Atëherë përshëndetje. Ekspert, jam avokati Lotrim Syla, përfaqësuesi i palës dëmtuar. Më herët përgjigje se mjeti me të cilin është shkaktuar lëndimi, gjithsesi hematoma, i përgjigjet një mjeti
që përjashton këndet e rregullta. Në rastin konkret, dora është mjet tipik topitës pa kënde të rregullta. Po, dora është një nga mjetet e cila nuk mund të përjashtohet si mjet përmes të cilit është shkaktuar ky dëmtim trupor. Faleminderit. Pyetje tjetër. Përderisa konsiderohet që kjo hematom është shkaktuar nga mjeti i topitës, a mund të na sqaroni nëse kjo hematom i përgjigjet më shumë shkaktimit të saj nga goditja me mjet të topitës apo shtrëngimi nga mjeti i topitës? Po, doktor, nëse mund. Jo, nuk mund të përgjigjem, pasi që mekanizmi i veprimit të dy mjeteve është i njëjtë. Si shembull konkret, edhe me diçka më i mshu, do shta vizimet e mjetit me cilën i shkaktua ajo ishin vizualizu. Po të po të goditej me ndonjë mjet, tjetër përveç shuplakës apo tjetër përveç shtrëngimit me shuplak, të vizualizoheshin, shiheshin karakteristikat e mjetit me të cilin është goditur. Mirë po, bazuar në ekzaminimin makroskopik, nuk është konstatuar edhe vizualizimi i gishtërinjve të dorës. Për këtë arsye nuk mund të përjashtohet asnjëri mjet si mjet i cili ka shkaktuar këtë dëmtim. Pyetje tjetër. Doktor, duke mos ju pyet për forcën në Newton, por në lidhje me atë se a duhet shtrëngim apo forcë më e madhe gjithsesht nga një i rritur, apo mund ta shkaktoj një hematom të tillë edhe një shtrëngim krejtësisht i vogël nga një fëmijë, cila i përgjigjet më shumë kësaj hematome. Po. Vetë për masat e kësaj hematome,
të cilat janë evidentuar si 6 herë 1.5 cm, dëshmojnë se ka qenë dashur të përdoret një forcë fizike jo e lehtë që të shkaktohet kjo hematom. Ju faleminderit, nuk kam pyetje tjera. Faleminderit, avokat. Faleminderit, ekspert. Po, gjush. Shkoj tutje, mbrojtësit Pandejorit në Emërseli, avokati Shamsedin Piraj. Përnderës drejtore, unë prej fillimit kum pas me fokusu pyetjen të çështja e lëndimit. Mirë, po ju e shpjegut në detale, pyetja është: a mundi për së afërmi me shpjegu çka nuk kuptohet me vizualizimin e gishtimeve? Po, si shembull konkret, po e sjell për rastet e goditjeve me shuplak të dorës, për rastet e goditjeve me shuplak të dorës, te fëmijët e vegjël, pasi që indi nën lëkuror është i ndjeshëm, në momentin e shkaktimit dhe disa minuta pas, mund të shihen qartazi gjurmët e gishtrinjve në regionin e atakuar. Ky quhet vizualizim i gjurmëve të goditjes për karakteristika e të mjetit i cili ka goditur në regionin përkatës. Po, ju dha përgjigjen tashti përshtroj një pyetje pak më drejt për drejt. Ju e dhat një shpjegim lidhje me hematomet të cilat janë konstatuar në proces verbalin mbi obduksionin. Përgjigjja juve në pyetjet e parashtruara ishte që nuk keni vërejt vizualizim të gishtrimeve. A bon pak më zbërthim në detale si do duke kjo goditje? Pyetja ime është se si do duke ky vizualizim? Ky vizualizim, po, goditja çfarë do të jetë? Me qenë se kishte ku munguar. Ky vizualizim. Po. Çfarë do të jetë goditja? Presi, ç'është do të jetë goditja? Ç'është do të ishte goditja në rastin konkret? Ç'është do të ishte goditja në rastin? Me qenë se gjatë ekzaminimit makroskopik të jashtëm, kemi konstatuar se tani më e ndjera ka qenë obeze, marrë parasysh këtë fakt, gjurmët apo vizualizimi i gjurmëve të shtrëngimit apo goditjes është pothuajse i pamundshëm. Po besoj që është mjafton. Nuk kam qartë. Nuk, a ki qartë? Po të qartë. Mirë, a keni pyetje tjera? Nuk keni pyetje tjera. Naim, a keni pyetje për ekspertin? Avokat ndalë në mikrofonin. Naim, thezë mikrofonin. Përshëndetje, doktor.
disa nga pyetjet që kisha, vetëm I mora përgjigjet. Mes tjera lidhur me forcën e nevojitur për të shkaktuar ky lëndim. Por në kushte normale, unë nuk kam nevojë as me bë pyetje, sepse nuk besoj që një shenjë në dorë mund të shkaktohet nga dikush që as nuk ka qenë prezent në momentin e vrasjes e para. Por prokuroria me aktakuzën e saj pohon që kjo shenjë është shkaktuar nga une, sepse sipas saj kam mbajtur bashkëshortën time për, siç thot kjo, për mos t'ju shmongur plumbit. A thot raporti juaj këtë, që a vërteton kjo që unë e kam mbajt gruan time në momentin e vrasjes? Është kjo pyetja e nejt? Po. Doktor, përgjigja kemi? Mjeku ligjor nuk paraqykon pozita apo situata të cilat kanë mund të jenë në momentin e vrasjes së tani më të ndjerës. Mjeku ligjor ka obligim që të bëj përshkrimin e qartë të çdo dëmtimi trupor, duke I përshkruar karakteristikat e dëmtimeve trupore, në bazë të cilave bëhet edhe interpretimi I provave mjeku ligjore, për prokurorin e shtetit në fazat e hetimit, dhe për kolegjin e trupit gjykues në fazën e gjykimit. Prandaj është shumë normale që në një raport autopsie nuk mund të shënohen pohimet e tilla. E more përgjigjen ai? Po, doktor, ju në raportin tuaj tregoni që dëmtimi është shkaktuar në periudhën kohore jo me gjatë se 1 orë para vdekjes. Që do të thotë, ka mund të ndodhë 59 minuta para vdekjes ose 10 sekonda para vdekjes. A është saktë kjo? 59 minuta apo 10 sekonda para vdekjes. Është e saktë. Kjo ka mund të shkojë deri në 3 orë para vdekjes. Në raport thuhet 1 orë. Për korrekci. Ne pritet përgjigjen. Kjo ka mund të shkojë njëherë deri në 3 orë, prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes. Prej 0 deri në 3 orë para momentit të vdekjes. Pasi që, siç e theksua më herët, Endira ka qenë obeze, dhe për këtë arsye, variablat e periudhës kohore të shkaktimit të këtij dëmtimi zgjerohen. A ki qartë? Po. Edhe një pyetje, doktor. A përjashtohet mundësia e vetë lëndimit në momentin në tentativë për të ikur apo diçka tillë? Po. Jo, nuk mund të përjashtoj. Unë nuk mund ta përjashtoj. Edhe nuk është detyrë e heme.
Nuk kam pyetje tjera, ju falenderoj. Avokat Skënder Bojani, s'keni pyetje. Graneta, keni pyetje? Nuk keni pyetje. Avokat Ndrejc Doda, keni pyetje? Ushtrim? Nuk keni pyetje. Prokurora, keni rimorin pyetje? Jo, nuk ka. Doktor, të pyetja e fundit që parashtroj Naimi të ndërlidhe me atë, në rastin konkret, pozicionin cilën u ndodh tani e ndjera Liridona, ai lëndim, ajo që e keni theksuar në ekspertizën tuaj, a ka mund me ndodh, a ka pas hapësirë për me ik, të e pas parasysh hapësirën cilën është ndodh, ajo ka qenë vetur, dhe më thonë, ajo ka qenë naltë ajo pjesa ku e keni përshkru jo, a ka mund me ndodh me ngjatë që të bëhet ajo gjatë ikjes? Përveç procedurave të autopsisë, Instituti i Mjekësisë Ligjore ka marrë pjesa në ekzaminimin e vendit të ngjarjes. Përveç procedurave të autopsisë? IML, respektivisht njësitë përkatëse të saj, kanë marrë pjesë në ekzaminimin e vendit të ngjarjes, nga i cili ekzaminim është prodhuar një raport të cilin e quajmë raport i shpejt nga vendi i ngjarjes, i cili shoqërohet përveç të tjerash me fotografi të detajzume në lidhje me pozitën dhe rrethinën ku ndodhet i vrari apo e vrara. Bazuar në ato rrethana, në krahun e majt të tani më të ndjirës, nuk shihet asnjë objekt me të cilin ka mund të shkaktohet një dëmtim i tillë. A ka mundësi edhe njerë pyetje në gjyqtare, lutem? Këtë përgjigjen edhe njerë me ma përsërit në krahun e majt? Në krahun e majt të tani më të ndjirës, nuk shihet asnjë objekt, për përkthim jem të doktor. Brenda veturës. Brenda veturës. Brenda veturës nuk shihet asnjë objekt me të cilin mund të jetë shkaktuar një dëmtim me ka mundë të shkaktohet një dëmtim i tillë. Po, një dëmtim me karakteristika të tilla. Një dëmtim me karakteristika të tilla, thot doktori. Miro, në kom pyetje gjyqtari Albana, kësë pyetje, gjyqtari Kenta, kemi pyetje, pa pyetje. Doktor, lidhur me autopsin tuaj dhe ato që i deklaruat sot, a keni diçka tjetër për të na shtuar që e kompleton këtë mozaik kësaj ekspertize? Po, për fund, vetëm dua të shtoj se përveç dëmtimeve të cilat u elaboruan gjatë kësaj seance, bazuar në shikimin e vendit të ngjarjes, drejtimi i qitjes përforcohet me të dhënën tjetër të rrjedhjes së gjakut në anën e majt të trupit të tani më të ndjirës. Është një provë ma shumë e vërtetu drejtimin e qitjes që kja. Kaq, po shpresoj që s'kemi lënë kur gjë. Faleminderit, doktor, nëse nuk keni të shtuar, mund të largoheni nga salla.
Për sesionin e paraditës kemi planifikuar që ta ndëgjojmë veç doktorin, IML-s, ekspertin Naimuka. Sesionin e pasditës vazhdojmë me dëshmitarët, prej orës 13:10 minuta.